institucionalisht. Po, e pash një debat që ditë shumë si jemi bu si shoqni shumë të me munges empatie, me munges mirësjellje, ndoshta s'kemi qenë kështu si shoqni përpara, jemi polarizu shumë, jemi acaru shumë, sado që mund të kemi mendime për shembull të ndryshme ose bindje të ndryshme politike, duhet kemi një farloj respekti për çdo njeri, edhe në situata të vështira, e vrejta një farë mlefi në për deklarime, në për komente që nuk përkojnë dhe më thonë me qytetarin që duhet të presim, sepse një njeri vjen me pa prindin e vetë edhe në gjendje të vështirë. Pash prej fotografive se nuk e përcolla dhe shumë gjendjen që dhe zoti tha që duke që ishte pak i lodhun, sigurisht i mërzitur, 4 vjetë nuk janë pak për mu përball me një gjyq i cili ka qenë shumë i lodhshëm, shumë i kotë, shumë i panevojshëm në farë mënyre, po ja që rrethonat kanë qenë të tilla edhe shpresojmë të përfundoj sa ma shpejt kjo sagë, edhe ta kenë edhe ata që janë fatin e atyre që përpara janë rëzu këtij procesi dhe janë shpallë pa fajshëm, do thot për ata që nuk gjinden, nuk është gjetë, si me thonë, prova që kanë bërë, sepse aty kemi pas një gjithmonë edhe dilemen apo gjykohet organizata, apo gjykohen individet, por kur kemi vrejt gjatë procesit gjyqësor që tendenca ka qenë si me thonë, me dënu ose me qitë në pa përgjithsin personale si udhëhec të formacioneve ose të UÇK-s, edhe në atë drejtim është pa ndoshta edhe që nuk ka pas shumë fakte dhe dëshmi në atë drejtim.